Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Peshorës. Do bëjmë leximin e radhës apo javës për ju, siç të dëshironi, të dashur. E shikoj në shikim të parë që jeni duke apo është duke ndodhur një ndryshim jo fort i madh në jetën e juaj, por shumë i rëndësishëm, të dashur Peshor. Tretë gjethes tregon fillimet që kanë nisur të mbinë, apo filizat që kanë nisur të mbinë. Ka diçka që po merr formë, diçka që ka nisur me përkushtim, të dashur Peshor. Dhe edhe pse mund të duket ende pak delikate, se shikoni letrën me vëmendje, shiko si është sikur pak jo fort të kënaqur me gjërat si po rrjedhin, por që merr rëndësi të madhe këto ndryshime sa do të vogla të jenë, të dashur Peshor. Siç thash, po marrin formë, vetë është duke u dukur që nuk janë duke ecur me shpejtësinë që do dëshirojnë, por ka potencial që kjo të rritet shumë bukur. Rianon është magjistarja. Mos harroni, të dashur Peshor, që nuk keni krijuar idete, nuk keni krijuar gjëra thjesht krijues, por ke fuqinë e manifestimit. Dhe kjo është ajo magjistarja, të marrësh atë që ndjen, ëndron dhe beson, absolutisht të realizosh. Peshor, shpeshherë jemi në mëdyshje, por fuqia juaj të kishit të qartë, si që ka mund tani për ju, sa mund të arrini me fuqin e juaj, që gjitha këto të shëndroni në realitet. Besoni në ato që mund të arrini. Kjo letër të kujton që je më magjike se që mendon, të dashur Peshor, dhe tani shkohet e veprosh me besim të plot në këtë fuqi, sa do nga dal po ecin, sa do me një ritëm të ulët, por janë me një peshë të madhe, nga që sikur në çdo hap që po bie, do lesh gjurmë, ato gjurmë nuk do zhduken si në rërë, jo, do ngelen aty, dhe kështu është fillon ndërtimi i diçkaje të madhe, hap pas hapi. Këtu kemi magjistarin, por çfarë kemi pastaj? Magjistarin, absolutisht. Këtu prapë po kthehemi në atë të juajin që them, keni më shumë fuqi, keni më shumë forcë se sa që mendoni. Shfaqet duke treguar mjetet që ke në duar, të gjitha janë këto, do thotë, është sikur t'i kem të gjitha në tavolinë dhe të mos veproj. Kjo është ajo e juaj me atë çfarë po flas. Fuqinë, forcën e keni dhe është mëkat, ta them unë, të mos veproni. Ti ke gjithçka që duhet për të krijuar, pra në jetën që dëshiron, dija, pasioni, materiali dhe energjia, gjithçka është në tavolinën e juaj, të dashur. Tani është koha të përdorë çdo vegël, të mbrëmshme dhe të jashtme që ke. Me hapa të vegjël, siç thash, që të leni gjurmët aty. Tretë zemrës, gëzim, bashkim, ndarje e suksesit me të tjerët, që do të thotë do arrini aty absolutisht ku dëshironi. Nuk është rrugë që do të ecësh vetëm, absolutisht, ke edhe njerëz që do të përkrahin apo janë bashkë me ty në këtë rrugtim. Dashuria, mbështetja dhe ndësia e përbashkët arritje do t'japin edhe më shumë forcë. Pra, të dashur Peshor, farat që kemi mbjell tashmë kanë birë. Ke fuqinë të manifestosh gjithçka që dëshiron. Në fakt do të thosha kështu, të dashur Peshor, keni kujdes çfarë dëshironi, nga që është një energji vërtet e tillë tek ju dhe forca juaj të realizoni çdo gjë. Sepse çdo mjet apo të gjitha mjetet janë brenda dhe rreth teje. Mos harro, këtë rrugtim nuk do ta bëni vetëm. Ndihma, dashuria, përkrahja janë aty për ju. Lëviz magjin tënde dhe festo çdo hap të vogël, sado i vogël të jetë ai, të dashur Peshor. Faleminderit që ishit me mua. Nëse ky lexim ju dha diçka, të dashur Peshor, edhe herën tjetër. Këtu gjithmonë të gjeni diçka që flet për ju, një mesazh, një këshill, absolutisht për ju dhe me ju.
qofshi bekuar.